Përshëndetje të gjithëve. Sot po flasim për diçka super të rëndësishme, sidomos ku viruset rrotullohen kudo. Si ta forcojmë imunitetin pa ilaçe dhe pa suplemente të shtrenjta, por thjesht me ushqime që i kemi çdo ditë në dispozicion. Do t'ju tregoj 5 ushqime që shkencërisht janë më të mirat për të mbështetur sistemin imunitar. Rrisin qelizat e bardha, kanë antioksidant të fuqishëm, vitamina kyçe dhe veti anti-inflamatore. Le të fillojmë. Agrumet, portokalle, mandarina, limon, grapefruit. Agrumet janë kampionët e vitaminës. Një portokall mesatar të jep rreth 70-90 eg vitaminës, që është më shumë se sa nevojitet për një ditë të tërë. Vitaminas ndihmon trupin të prodhojë qeliza të bardha të gjakut dhe antitrupa, dhe vepron si antioksidant që mbron qelizat nga dëmtimi. Përveç kësaj, agrumet kanë edhe flavonoide që kanë efekt anti-inflamator dhe antiviral. Këshill praktike: ha 1-2 portokalle ose pije ujë me limon çdo mëngjes. Hudhra. Hudhra ka qenë përdorur për mijë vjeçar si antibiotik natyral. Përbërësi kryesor, allicina, formohet kur e copëton ose shtyp hudhrën dhe ka veti të fuqishme antibakteriale, antivirale dhe antifungale. Studimet tregojnë se konsumimi i rregullt i hudhrës mund të ulë frekuencën e ftohjeve me 60-70 EI dhe të shkurtoj kohëzgjatjen e tyre. Për efekt maksimal, copëtoje hudhrën dhe lëre 10 minuta para se ta gatuash, që allicina të aktivizohet. Xhenxhefili. Xhenxhefili është anti-inflamator i fortë fal gingerolit dhe shogaolit. Ai ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, të cilin e lidhim me imunitet të dobët. Ka edhe veti antimikrobike dhe ndihmon sistemin e frymarrjes duke liruar sekrecionet dhe duke lehtësuar kollën. Shumë njerëz e përdorin çajin e xhenxhefilit me limon dhe mjalt si ilaç të parë ku ndjen ftohje. Këshill: shto xhenxhefil të freskët në çaj, supë ose smoothie. Spinaqi dhe perimet jeshile me gjethe. Lakër, rukola, mangold. Këto janë të mbushura me vitamina A, C, E, fola dhe minerale si magnez, zink dhe hekur, të gjitha thelbësore për funksionimin e imunitetit. Vitamina A ndihmon në ruajtjen e barrierave të lëkurës dhe mukozave. Zinku dhe vitamina E mbrojnë qelizat imune nga stresi oksidativ. Mënyra më e mirë: ha të papërpunuara ose të ziera lehtë që të mos humbasin lëndët ushqyese. Kos natyral kefir, produkte të fermentuara. Rreth 70-80 EI e sistemit imunitar gjendet në zor. Prandaj ushqimet probiotike si kosi natyral, kefiri, turshit e bëra vetë dhe kombucha janë thelbësore. Ato furnizojnë zorët me baktere të mira që balancojnë mikrobiomën, ulin inflamacionin dhe rrisin prodhimin e antitrupave. Studimet tregojnë se konsumimi i rregullt i probiotikëve mund të ulë rrezikun e infeksioneve të frymarrjes. Këshill: zgjidh kos pa sheqer të shtuar dhe me kultura të gjalla. Përmbledhje e shpejtë 5 ushqimet më të fuqishme. Agrumet për vitaminën C, hudhra, për allicinën antivirale xhenxhefili, antiinflamator, dhe për frymarrje perimet jeshile me gjethe, për vitaminë A, C, e zink kos kefir për zorët dhe 70-80 EI të imunitetit. Nëse i përfshin këto 5 ushqime sa më shpesh në dietën tënde, do t'i japësh trupit mjetet më të mira natyrale për t'u mbrojtur. Ti cili nga këto e ha më shpesh? Më thuaj në koment, dhe nëse do, mund të bëjmë edhe një video me receta të shpejta me këto ushqime. Faleminderit që ndoqët deri këtu. Kujdesu për veten dhe pi shumë ujë. Shihemi në videon tjetër.